Po më dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit. Jo, si jeni, si po kaloni? Mirë edhe neve, faleminderit në punë, po ashtu si ti, edhe ti je në punë. Na trego çka po punon dhe si po ja del, si po kalon. Përshëndetje fillimisht të gjithëve, faleminderit për ftesën. Është një ndjenjë e veçantë për mua të jem këtu sot, jo për të folur për veten time, po për të ndarë një ndjenjë që ndonjë shumë të rinj në Kosovë. Ndjesinë e lodhjes dhe zhgënimit, por të dashurisë së madhe për vendin. Unë jam qendrëmbëtysi, kjo është historia ime. Unë tani momentalisht po punoj në Gjermani, në Berlin, te disa familjarë të mi, të nipe e Marton Sulko, është biznesmen këtu në Berlin, të ka disa restorante italiane. Dhe të momentin jam në gastronomi, në me thonë kamarja saksisht. Sa kohë të bë prej ikjes? Prej ikjes tash e 2 javë. 2 javë të cilat sa mund të duke në një moment që po e merr veten, sa mund të jenë si një ëndër për ty, po përmes statusit që lexuam, zhgënjimi u pa direkt që në fjalët e para. Për ata që nuk e kam a mund të na përmbledhësh në pak fjalë ato që ke shkruar, ose edhe ta lexosh, ose edhe ta thuash ato çka e ndjen për momentin? Unë me atë postim kam dashur të them atë që shumica nga ne nuk kanë guximin ta thuajnë me zë. Sepse në Kosovë, në atë vend, edhe kur je përgatitur, edhe kur jep maksimumin, ndonjëherë nuk je i mjaftueshëm. Jo për shkak të teje, po për shkak të një sistemi që nuk është as përgatitjen, as përkushtimin, por vetëm kë lidhje ke. Ai postim nuk ishte një ankesë, në fakt është një brik e një periudhë që nuk do të largohej, por nuk i lën zgjidhje tjetër përpos largimit nga Kosova. Ti në fund the Kosovë po largohem, unë biri yt i lodhur, por gjithmonë i yti. Po. Unë nuk po dorëzova, vetëm u largova për të mos humbur atë që u mësova në Kosovë. Të jemi ndershëm, të jemi drejtë dhe i pathyeshëm. Unë ika nga aty me mallin që nuk ma zvej as largësia, dhe me shpresën që ndoshta një ditë ai vend do të kuptoj çmimin e vërtet, të rinisë së tyre që zgjodhi rrugën e vështirë, po jo të shtrembër. Ikja nuk është dorëzim, ka qenë thirrje në fakt, thirrje që Kosova të zgjohet, të kthej syt nga vitet që ende besojnë edhe kur ikin nga aty. Çka ke studiuar Qëndrim? Çka ke studiuar ti dhe ke aplikuar për punë, ke qenë duke punuar diçka në Kosovë? Çka është ajo që ta bëri kaq zhgënjyese jetesën këtu edhe që është më e rëndë kur zhgënjesh nga vendi yt? Pra, çfarë padrejtësisht u bën që konsideron? Unë në fakt jam bachelor i shkencave ekonomike, kam studiuar në fakultetit të Prizrenit, të Shëntuti, kam përfunduar ekonominë, kam investuar çdo vit të jetës time në dije edhe fund të ndershme. Kam përfunduar menaxhimin ndërkombëtar, siç e thash, dhe isha në përfundim të masterit në administrim biznesi. Unë kam punuar si menaxher në restorante, kam punuar administrator ekonomik, kontrollues cilësinë dhe edhe kam përgatitur tema akademike për student. Kam bërë çdo gjë që ka një shoqëri e drejtë për të pranuar, por realiteti i Kosovës më ka hedhur poshtë, në fakt. Si reaguan familjarët në këtë vendim që jam e bindur ka qenë shumë i vështirë për ta marrë? Në fakt, familja ime, edhe pse me zemër të thyer, më kanë përkrahur, ata kanë parë lodhjen time dhe kanë ndjerë peshën që po mbahen mbi sopat e mia. Nuk është e lehtë për një nën e një baba që të shohin të birin që të largohet. Jo për ëndra, po për të shpëtuar veten nga zhgënjimi. Përkraja kjo në fakt ishte në heshtje. Ajo përkraje që vjen nga dhimbja më e thellë, kur e di që nuk mund të ndalesh rrugën e një të dashuri, sepse po shkon del mbijetesës në fakt. Çka do të kthente Qëndrim në Kosovë? Në Kosovë do të kthente një sistem që respekton dijen dhe dinjitetin, ku vlerësohet puna e ndershme dhe jo lidhja fshehtë. Do të më kthente një Kosovë që nuk i prezant të mirët, por i thret të ndërtojnë së bashku themelet një të ardhme të barabartë. Unë nuk kam kërkuar asnjëherë privilegje, kam kërkuar vetëm mundësi të ndershme. Dhe nëse kjo ndodh, nëse vendi im bën ata dhe i meritës dhe jo marrëveshjen e prapaskena, unë do të kthehem pa menduar dy herë. Sepse nuk jem nga Kosova, që thasha më herët, unë kam ikur nga padrejësia që më detyroi të largohem nga Kosova.
Të pyes për mallin, a është e kotë krejt në këto 2 javët e para? Pak, fillimi është e vështirë, çdo kënd, sidomos larg adhut, larg familjes. Normal, kam mall, kam mërzi, por shpresoj bëni të ardhmë më të mirë. Nuk e di, ta shohim. Unë po shpresoj që ti në një periudhë shumë të shkurt të kthehesh në Kosovë dhe të kthehesh pikërisht për arsyet që ti përmende. Dhe ta duash vendin tënd dhe ta gjesh ashtu siç do dëshironim secili prej nesh, një vend i mundësive, një vend që respekton dhe afirmon ata të shkolluarit dhe u krijon mundësi të rinjve për të punuar e për të zhvilluar jetesën. Më vjen shumë keq për këtë rrugë që ti ke marrë, ani pse për një të ardhme më të mirë, e cila prap uroj që të jetë një ardhme drejt Kosovës, edhe ytja dhe gjithë familjes. Të falemderit që shpalose pak nga kjo histori e ytja që në fakt për me statusit ka marrë shumë vëmendje dhe ka prekur zemrat e të gjithë shqiptarve. Në fakt, kjo nuk është qëllimi, por nuk e di. Por shpërfaqëm një realitet qëndrim që kush e di dhe sa të tjerë mund të jenë duke ndjerë, duke jetuar, por thjesht ti si që nisi edhe në fillim, ndoshta shumë kush mund ta mentoj, por pak ka nguximin ta thonë këtë publikisht. Të falenderit për kohën, të uroj punë të mbarë dhe të fala familjes. Të falenderit, të fala dhe punë të Kosovës. Mirë pafshim qëndrim. Falenderit. Falemderit ty. E vështirë që të them se Kosova të pret dhe është e gatshme, sepse në fakt po jetojmë në një vend ku çdo ditë dëgjojmë për vrasje, dëgjojmë për një sistem të dobët të shëndetësisë, një sistem të dobët të arsimit dhe nuk do doja kur që në këso forme të përmbyllja ndonjë nga transmitimet e mia televizive, gjithsesi është realitet që duhet shpërfaqur dhe ne e kemi këtë